CNA ka siguruar një video ekskluzive që fakton se Ervin Saliani ka braktisur protestën e kësaj të shtune pikërisht në momentin kritik kur protestuesit nisën të përballeshin me kordonin e policisë para kryeministrisë. Pamjet tregojnë se Saliani është larguar nga sheshi para përfundimit të tubimit duke lënë pas demokratët në momentin e tensionit. Saliani, i cili njihet si njeriu i Lulzim Bashës në PD, e ka shfrytëzuar protestën thjesht për fasad duke u shfaqur aty vetëm për të marrë video dhe foto për t'i postuar në rrjetet sociale, për interesa personale dhe për të kërkuar grada politike. Përveç braktisjes së protestës, burime për CNA bëjnë me dije se Saliani ka manipuluar edhe me prezencën e mbështetësve të tij, grupi prej 10-15 personash që e shoqëronin, të cilët ai i prezantoi si qytetar të ardhur nga Korça, në fakt nuk janë nga ky qytet. Bëhet fjalë për të rinj të strukturave të FRPD-s dhe mbështetës të tij të përhershëm brenda strukturave të PD-s, të cilët përdoren për të krijuar një imazh të rrem mbështetjeje. Shumica e tyre është e vërtetuar që nuk kanë lidhje me Korçën, duke konfirmuar se Saliani përdor dhe keq përdor personazhe publik dhe demokrat për agjendën e tij.